gjërë, edhe ato zbatohen me një ekstremitet të jashtëzakonshëm. Edhe këto më ekstremet në Evropë? Gjithmonë, jo. Po patjetër, në zbatim po. Po pra, dhe këto janë, domethënë, tha dënimet me ekstremet më të larta në Europë dhe zbatimi masave represive ekstremet i zbatojnë në Evropë. Sistemi jonë. Po. Unë kam qenë pata fatin që të jem edhe në komisionin e ekspertët nivelit të lartë për reformën në drejtësi. Edhe me thënë të drejtën nuk kam qenë dakord sepse që të bësh një reformë në drejtësi është njësoj si të bësh një autostradë dhe të mos lësh rrugët dytësore. Ne bëm autostradën, filluam gërmuan të gjitha, i prishëm gjitha rrugët, po s'lam rrugët dytësore se do rrugët e komunikimit. Absolutisht. Kështu që kjo solli që hoqim gjyqtarët, hoqim prokurorët, pas një plan, pas një studim se si do este zbatimi i çështjeve në praktik, qoftë në hetim, qoftë dhe në gjyqim. Do të reforma në drejtësi ngjani autostrade pa rrugë dytësore, dhe pa mbikalime. Pa rrugë dytësore. Që do të thotë e filluam, hoqim gjyqtar, por nuk menduam për zëvendësimin e tyre. Nuk menduam se si do zgjidheshin proceset, se ishim jeta në vendin tonë vazhdonte. Konfliktet vazhdonin, krijoheshin, çështjet ishin për gjykim, krimi vazhdonte, kështu që hetimi vazhdonte, por haruam që hoqim personelin. Pra, produkti që nxorëm ishte i mangut. Qëllimi ishte sublim, por haruam që qëllimi nuk do të justifikoj mjetin. Dhe ne, ata që na diktuan këtë reformë, që prandaj thash që në fillim që duhej bërë, ata nuk menduan se si do vazhdonte kjo. Ata menduan vetëm që të heqim të korruptuarit, të paaftit nga sistemi. Po pse si dëgjuan ju? Si e mendoni ju këtë gjë? Sepse për mendimin tim, po them vetëm një shembull. Për hitës së vërtetës, kam qenë në një krah me Ben Rakipin, me Arben Rakipin, ish prokuror i përgjithshëm, një koleg edhe një profesionist shumë i mirë. Ish prokuror i përgjithshëm, dakord me ish prokurorin e përgjithshëm. Që po marr vetëm një aspekt, aspektin e prokurorisë. Nuk kemi qenë dakord me këtë sistem prokurorie që vendos. Se ky është një sistem i një prokurorie tepër të avancuar që operon në një nivel të lartë kulturor të vendit, me një shkallë të lartë demokracie, me një shkallë të lartë përgjegjësie dhe profesionalistë të shkëlqyer. E keni fjalën për shprishjen e piramidës? Po, nuk ishte kontrollin vertikal. Gjë që çoi prokurorin e përgjithshëm në një figurë administrative. Kush e mbështes te këtë që kanë zbatuar tani? Ndërkombëtarët. Dhe ajo që neve parashtruam dhe për mua është edhe çelësi për të zgjidhur gjithë këtë konflikt, ishte sepse ndërkombëtarët nuk njihnin asgjë nga mentaliteti, nga historia, se çdo gjë ka një histori. Duke pasur një histori, një traditë në aspektin penal, në aspektin civil, në aspektin e konfliktit, në aspektin e marrëdhënieve familjare, ajo u injorua. Jo se u injorua se s'donin ta bënin, por nuk e njihnin. Dhe nuk e morën si kriter, nuk e morën si një kriter decisiv në reformën gjyqësore. Për shembull, unë mund të them 70% të lëvizjeve të gjyqtarëve prokurorë ishin me vend, po 30% të tjerat kanë qenë abuzime. Domethënë nuk është bërë padrejtësi. Në mënyrë absolute. Se janë hequr gati 400. Janë hequr asete nga sistemi i prokurorisë. Po ta bëjmë kështu më konkrete. A mund të përmendet se më kujtohet në një intervistë me zotin Rakipi, ka përmendur disa emra që mua më ka ardhur shumë keq, që tha jam habitur, tha filani, tha se si kanë ikur, tha që unë i njoh personalisht, se janë produkte të shkollës që më kanë dhënë. A mund të përmendet sepse jo them s'duam të themi 1, 2, 3 emra. Unë i njoh të gjithë në sistemin e drejtësisë. Prandaj po i pyes. Le që shumicën, po them, sidomos 40 vjeçare sipër i kam pas student kur isha në. Sepse ju keni kaluar në shkollë. Por unë mund të them dhe të sjell shembull, për shembull, Artan Reshka. Artan Reshka? Po. Se Artan Reshka nuk është? Nuk është, e kanë hequr. Çfarë thua? Po. Admir Belishta. Artan Reshka nuk është? Po. Ma bide për këtë. Admir Belishta. Me integritet, profesionist, me atë që njoh unë si gazetar flas. Po kur e thoni ju? Po. Gjyqtar pasaj sa të dush. Po 2-3 gjyqtar. Artur Gaçaj. Artur Gaçaj. Po.
gjyqtar të tjerë, se tash nuk po më vinë Selimi me emrin Selimi, nusja e shkëlqen Selimit. Do thënë, ju i keni pasur student apo i keni pasur thjesht? I kam pasur edhe student edhe koleg. Edhe koleg. Do më thënë, tash pyetja ma bëre në një fazë që unë isha i pa përgatitur të sjellja emra. Po unë mund të sjell emra në një debat, mund të sjell emra plot, të cilët. Çka ka ndodhur me këta? Këta tash kanë filluar në profesion. Jo, ç'a ndodhi me këta? Pse i hoqën? Ç'a u gjetën? Ata rreshkës për shembull. Absurditete. Çfarë? Absurditete. Për shembull, shikoj, po them vetëm një fakt. Po. Shqipëria nëpërmjet Bankës Botërore kur raporton të ardhurat, raporton dhe remitancat. Po. Që do të thotë paraja e hyr nga emigrantët dhe nga diaspora. Shumë bukur. Dhe thotë kaq nga diaspora, kaq miliarda, 1.4. Vit për vit, po 1.4. Këtë vitin që kaloi mos. Viti që 1.4. Dhe ka qenë gjithë që të paktën nga viti 1995. E këtë ka statistika. Eksakt. Ku erdhi puna? Sa bukur. Ku erdhi puna që këta thoshin unë mi ka sjell vllai ose mi kam sjell vetë se kam punuar dhe vetë qiri në Greqi për shembull. Jo thot, na bjer faturat ta. Pa jo është punë e zezë. Remitancat janë gjithë punë të zezë. Ja gjithë punë zeza. Të duat rokita, sepse ke kapur një shifër aq të bukur. Tani kjo 1.4 miliard, do të thotë nuk njihet në sistemin e drejtësisë. Jo, s'u njoh parasysh, nuk u mor parasysh. Dhe ajo që është më e bukur është se në kushtetut e ke që pasuria e kalkuluar gjyqtarëve dhe prokurorëve do të ishte 2 fishit të ardhurave. Mjafton të ishte brenda 2 fishit të ardhurave, ishte brenda kriterit për të vazhduar në sistem. Gjithë vetingu u përqendrua te pasuria. Po e diti Admir Belishën se do më fali, do më lejoj që ta them të. E di çfarë kanë thënë? I kanë thënë kuj more gurët që ndërtove shtëpinë rindërtove shtëpinë në fshatin X të Korçës. I thotë, kjo është e sharak. Se për gjithë ata që na dëgjojnë, po flasim për juristë të me cilësi profesionale, profesionistë dhe të dershëm. Nuk është se ka pasur akuza. Jo, absolutisht. Jo vetëm cilësi profesionale, po dhe akademike. Dhe akademike, po dhe akademike. Edhe të përkushtuar. Dhe akademike. Tash janë një sër këta që duhet të gjinde një mekanizëm se si të kërkohet falur, të paktën. Po ata e kanë çuar çështën në Strasburg? Po nuk e zgjidh Strasburg. Pse? Se zgjidh Strasburg. Pse ata përfundimisht? Ja, u shkëputën ata, 15 vjet ata nuk hyn në sistem. Prandaj themun një sër asetesh të tillë kuadrosh. Unë vedje këtë të artan rreshkë, se u habita shumë, edhe vetë ose është dhe një prokurore Besa në Shkodër. Po? Nga më të ndershme. Dhe këtë kur e thot një avokat si Max Argjia, unë tashit më vinë disa emra. Jo, s'ke faj, se unë nuk ta kisha bërë këtë pjë. Jo, këtë drejt. Po unë të sjell, në qofë se në një debat. Jo, ma si dhe këtu se publikoj, e lexoj unë listën. Po të sjell sa duash. Unë e lexoj listën pa, silloj. Dikush mund të më thotë më, po tashit ti e një individ, s'mund të gjykosh ti vendimarrjen e një trupe. Shiko, unë dakord, unë respektoj një vendim, por aman, unë të sjell argumenta që s'mund të hiqet një gjyqtar 15 vjeçar, me një eksperiencë 15 vjeçare, pse i thua atij që të ka thënë babai ndërto shtëpinë atje në fshat, sepse është kujtimi i familjes dhe ti thua ku i morë gurët. Ose pa i bërë një analizë financiare. Shumë drejt. Si? Megjithatë zoti Axhia për ta mbyllur këtë pjesë. Por këto janë disa. Disa. Këto janë problematika. Unë prandaj thash 70% ishin drejt. Po, ishin vendime të drejta. Tani, vim të ajo më e rëndësishmja, megjithëse unë do bëj një falënderim, të kërkoj ndjes vetëm pak sekonda, kam një falënderim për sponsorin gjeneral të emisionit Dekalog këtu në Dritare TV, Manigrama Kinvest, që mbështet emisionin Dekalog me sloganin tashmë të njohur, transfero shpejt, gjithmonë më shpejt kudo dhe kurdo. Transferoni me Manigrama Kinvest. Nga agjensitë më serioze dhe më të sigurta. O sa mirë më vjen kur e thot këtë kryetari i dhomës kombëtare të avokatisë, do të thonë është si një vulethat. Zoti Axhia, ju mbani mend për një shprehje lapidare. Unë do ta lexoj fjalë më fjalë që të mos kem asnjë gabim në artikulim. Mes gjyqtarëve, prokurorëve dhe avokatëve të korruptuar, gjykatësit janë më të korruptuarit. Tani me reformën e re në drejtësi. Më duket se kam thënë ja 10 vjet përpara? Jo, më shumë. Më shumë. Do ta ke thënë në vitin 2010 ndoshta. Jo, më herë 2009. Da, 15 vjet përpara. Më shumë se 15 vjet. Tani sot
Kjo tregoj që ajo që marrëveshjen që bëm, neve që në fillim kisha të drejtë, se prandaj u bë reforma. Kjo është e bukur fare. Sot ka një rrezik. Ka ndryshuar? Ka ndryshuar, po jo nga Afrika, jo nga ndërgjegje. Po mirë, është në një stajancion që ata që kanë tendencën do ta bëjnë. Tani edhe një herë të jemi pak të qartë. Po. Sot cilët janë më të korruptuarit mbas, po themi, kemi 9 vjet nga miratimi i reformës në drejtësi, 5 vjet SPAK, 5 vjet e pak muaj, sepse ishte 5 vjetori në dhjetor. Sot si ka ndryshuar pra mes gjykatësve, prokurorëve dhe avokatët, kush janë më të korruptuarit? Tash s'ka mbaruar akoma reforma, zoti Qafori. Të them unë që po gjithmonë korrupsioni është atje te vendimarrja. Pra të gjykatësit? Patjetër. Atje është. Ka korrupsion? Por në dijenin time është shumë i frenuar. Është shumë i frenuar. Shumë i frenuar. Për shkak të reformës. Për shkak të reformës, por kjo ka sjellë një gjë shumë të rrezikshme. Çka ka sjellë? Reforma në këtë drejtim. Sepse gjyqtarët dhe prokurorët po bëjnë shkelje të hapura të procedurave dhe të ligjit. Për drejtat e njerëzit e keni fjalë? Për drejtat e njerëzit, do të them dhe diçka më shumë të rëndësishme që do të them për herë të parë në këtë emision. Gjyqtarët dhe prokurorët janë bërë trima të shkelin ligjin dhe frikacak të zbatojnë ligjin. Dhe kjo është shumë e rrezikshme. Trima për ligjin? Për të shkelur ligjin. Për të shkelur ligjin. Po. Vetëm për shkak për të qenë brenda. Po. Dhe frikacak? Ta zbatojnë atë. Dhe këtë ta argumentojnë në 100 mënyra, po të marrë vetëm një aspekt. Kjo është shumë e rëndë. Kjo është alarmantja. Kjo është alarmantja e produktit të reformës, që duhet të vjet në alarm të gjitha strukturat e qeverisjes të drejtësisë, KLG-ja, KLP-ja dhe veçanërisht Inspektori i Lartë i Drejtësisë, që është një figurë tepër e rëndësishme në. A ka kryer kontrolle këto dy institucione? Unë them që jo. Po pse? Sepse edhe kryeministri, se do pyes për kryeministrin, po me të drejtë, do të tha, a kanë kryer kontrolle tha institucionet kontrolluese? Ja pra po ja them unë tash. Problemi është që një aspekt shumë i rëndësishëm është merrni statistikat dhe shikoni sa pafajësi kanë dhënë. Po marr aspektin penal. Shumë pak. Shumë pak. Atëre një drejtësi që nuk je pafajësi është për të analizuar në themel të saj. Shkakun. E para, e dyta, më thoni juve në proceset civile administrative ku palë shteti për probleme madhore, thashë. Them për rrogat e për këto, sa është dhënë vendimet kundra shtetit? Sa është numri i dhënies së vendimeve? Shumë pak. Shumë pak. Pra kjo tregon që ka një konformizëm të gjyqtarëve dhe prokurorëve për të qenë brenda. Ç'më intereson mua se po dënohet filani ose po humb filani procesin gjyqësor, civil apo administrativ. Rëndësi ka unë të jem në rregull, sepse mua s'më kërkoj llogari pse dhe ti vendim në favor të shtetit ose në favor të akuzës, mua më kërkoj llogari po edhe është e kundërta. Shifeni juve, t'japet një pafajësi, alarm media, alarm drejtësia. A thot, në këtë situatë, gjyqtarë prokurori thot, çau, kështu është problemi, po i çfarë më? Le të futet në burg kush dojmë. Le t'i preket interesat, mjafton që është e frikshme. Sepse, di pse është e frikshme kjo? Sepse ne s'kemi institucione aktive, kontrolli dhe t'i japin siguri gjyqtarit dhe prokurorit. Po pse nuk e kemi këtë? Sepse drejtësia ka një gjë. Ajo piktura atje dhe ajo busi i thot me sy të mbyllur është shumë signifikative. Nuk ka dalë sot ajo. A ka dalë që në Romën e lashtë, në kohën kur janë krijuar institucionet e para dhe konceptet e drejtësisë. Dhe këta e kanë kuptuar reformën që do të jetë një produkt që vetëm duhet të dënojnë, vetëm të mbrohet shteti, por harrojnë një gjë, që parësore janë interesat për të mbrojtur interesat e të drejtave themelore të individit në proces. Se kur e provojnë në kuris, të gjithë ata deputet që ju thanë po është e vërtet, po asnjëri si lexon ligjet kur. Me përjashtim 2-3 profesionistëve që të kapin momentet. Ose kur ju thua që ore shikoni këtë moment, për shembull, SPAK-u kush do ta kontrolloj?
Shikoni këtë. Ja, u thatë juve atëre? Po. Si ka mundësi? Bën sikur se dëgjonin ata që e dinin problemin, që e kishin vënë në platformën e tyre. Të tjerët s'ja kishin iden. Biles një shprehje famshme është një personalitet deputet, kur kaloi Kodi Civil prej 600 dhe sa nene, e i thamë, po çfarë bën mos e ka lut për një seancë? Po tha ai personalitet, po i në fushë tjetër, se s'po e përmendem, tha, po ne të ishim edhe 6 muaj, ne ishim prapë. S'to merr një vesh gjë. Kështu që është detyrë funksionale dhe shumë e rëndësishme e strukturave profesionale brenda parlamentit. Komisioni i ligjeve do të ketë nën komisione, do të ketë ekspert të fushave, që kur thotë eksperti që kjo s'bëhet, ose kjo duhet kështu, të mos rish pasaj të riparosh ligjin. Shumë nga këta që titullar që bien në akuzë, thonë pse kështu e kemi bërë neve, kur i thonë kështu e kemi bërë, pse kështu e kemi bërë, kështu e kemi bërë. Zotja Xhia, si është SPAK-u në pikë vështrimin tuaj? Është institucioni që ne e kishim ndërruar dhe shikuar, sepse me ato që thatë ju, me të drejtë, ju proklamuat gjitha defektet e mëdha të sistemit të drejtësisë, por pikë vështrimi juaj është edhe si avokat. Pa e shmangur pjesën, po themi e rëndësisë avokat, se do flasim pak më vonë. Por unë flas si Maksa Xhia, si jurist, si profesor dhe si një autoritet dhe personalitet të drejtësi. Si është SPAK-u? Është institucioni që ne e ndërruam? Shiko, unë e pranoj çdo lloj kritike ose gjykimi që mund të më bëjnë teleshikuesi, i thotë po ti flet sepse je avokat. Po, është e vërtet. Më ha kraba nga avokatia në çdo lloj debati. Por më mirë të më haj mua se sa t'i haj gjykatës dhe prokurorit. Sepse është parulla e famshme që më mirë 100 të fajtor i jashtë, se sa një pa fajshëm brenda. Dhe të pambrojturin është fisnikëri, është aftësi dhe është kuraj ose do debatosh. Do marrësh dhe kosto të tjera përsipër. Tash i vim tek pyetja juaj. Për mua SPAK-u është një organ shumë i rëndësishëm në sistemin e drejtësisë. Jo vetëm në ndëshkim, por kryesorja është në parandalim. SPAK-u. Ka parandaluar? Absolutisht po. Këtë jemi të gjithë, e shohim se frika. I ka drejtur, ha? Tashi, të vim te SPAK-u. Po. Ishte një strukturë e domosdoshme dhe shumë e rëndësishme. SPAK-u ka nevojë për 2 probleme që duhet të fokusohet ligjvëndësit tek SPAK-u. E para, duhet ta zhveshin nga shumë nene që janë kot, që e ngarkojnë atë. Të japin atë detyrë, të japin atë objekt, ta fusin atë rrugë që ai është krijuar për atë. Ti më i fokusuar këtë fjalë. Po, për atë mos të ngarkohet me edhe aty janë mbush me dosje. Domethënë ju jeni duke thënë që ai të godas korrupsionin në politikë, në shtet, domethënë, dhe krimin organizuar këtu. Po, për shembull, çfarë ka tjetër? Për shembull, shkelja barazisë të shtetasve në tender. Po. Për mendimin tim, kjo dispozitë do të hequr fare, është një dispozitë administrative. Pse? Unë vlerësoj tenderin, pushin në tender. Dhe kriteret që unë vlerësoj i cakton enti-tenderus. Tashi, kjo është një veprimtari administrative. Në qoftë se unë gaboj, është Agjencia Prokurimit Publik që më kontrollon mua. Në qoftë se dhe ajo gabon, është gjykata e apelit administrativ. Në qoftë se dhe ajo gabon, është gjykata e lartë. Kolegji administrativ. Këta tash kanë ngritur dhe në kuadrin e veprës penale. Që do të thotë, vetëm kur provohet korrupsioni është tjetër gjë. Por s'mund të thuhet që pse ke vlerësuar këtë apo ke vlerësuar këtë subjekt. Po thoni ju, çdo tender, çdo tender mund të shkojë në SPAK. Po. Një person të kallzoj atje që thotë që kemi hyrë 2 veta, mua më ka shkel drejtat, ka korrupsion. Fillon aty direkt. Po, do filloj sepse është e detyruar që ta regjistrojë si çështje, të bëjë hetimet për atë punë. Pastaj fillon është tjetër gjë. E kuptoj. Pra, në këtë aspekt SPAK-u duhet shliruar nga shumë vepra penale që janë kot. Edhe nga shumat e korrupsionit. Kjo në fakt edhe vetë ata e kanë ngritur. Po, është ngritur. Zoti Dumani ka thënë. Dhe ajo që është kryesore, sa duhet të jetë për mendimin tuaj, po themi dyshemeja. Po tash me nivelin ekonomik, me nivelin e buxhetit shtetit. Po, kupton? Se s'mund t'i thua shtetit sa më i pasur të jetë shteti, aq më do ngrihet dyshemeja e Qartë, po ja shifra juaj.
Po, u them 10 milion. 10 milion e lartë. Të vjetra. Të vjetra. Po. 10 milion. Po. Nga shuma 10 milion të vjetra, Ty në jurisdiksionin e SPAK-ut. Duhet të ketë SPAK, pastaj 9-10 milion. Kjo është për sa i përket kuadrit ligjor, për ta lehtësuar. Kurse SPAK-u ka një problem të madh. Kush e kontrollon SPAK-u? Tani kjo është pyetja $1 milion dhe tha dhe kryeministri. Kush e kontrollon SPAK-u? Unë nuk e di, nuk do t'i shkoj kryeministrit në logjikën e tij, as në shqetësimin e tij, por unë t'i them vetëm këtë zotja. Zoti bëja se lozhe dhe të më fali zoti Domani se po përqendrohem 2 minuta ose 1 minutë tek. Sot kemi një titullar dhe të tjerë, se s'është vetëm Domani, edhe të tjerë janë njerëz të ndershëm atje, të përkushtuar, kanë një tendencë të mbrojnë më shumë shtetin, dhe është normale, si thash unë për profesion shtet. Profesion akuzë, prandaj është fjala prokuror, se merr prokuror në emër të shtetit. Prandaj thash unë që dhe mu më ha kraba nga avokatia, nga individi, nga personat që janë në proces, por dhe atyre ju ha kraba nga shteti. Ky është një ekuilibër që vendoset, prandaj është ajo do të jemi palë të barabarta dhe ata, edhe prokuroria, edhe akuza dhe mbrojtja. Po ata kanë dhe një detyrë tjetër kushtetuese. Çfarë? Që ata duhet të mbledhin prova jo vetëm që janë kundra individit dhe në favor të akuzës, po dhe të mbledhin prova dhe në favor të individit. E kanë detyrim kushtetues, e kanë detyrim në kohën e procedurës. Specifikisht në entitet. Kështu që nëse sot kemi një ekip të përkushtuar, me një drejtues që për mua personalisht, dhe nuk më del dot njeri të më thotë që s'është kështu, është njeri jo vetëm i përkushtuar, po është njeri që e ka çak karrierën e vet me shpatullat e veta, me ndershmërinë e vet, i pa korruptuar, profesionalisht, po mirë, ne nuk duhet të themi që institucioni është i sigurt dhe s'ka nevojë për kontroll sepse është zoti Domani. Po ku mos jetë zoti Domani? Se nuk janë individ ata që sigurojnë garancinë e individit. Është ligji ai që siguron garancinë e institucionit. Pra kush e kontrollon? Për shembull, unë me shumë të drejtë mund të them, dakord zoti Qafaku. SPAK-u çon akuzën në GKK, në gjykatën e kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Dakord? Po. Dhe po ky SPAK, për çdo rast ky fillon procesin kundra gjyqtarëve të shkallës parë dhe shkallës dytë. Ky SPAK. Kështu e ka procedura. Po. Atëherë, më thuaj ti ku ka më garancinë kur ky gjyqtari është në kontrollin e akuzës, që ky prokuror mund të ngrenë çdo kohë akuzë ndaj gjyqtarit. Si duhet ishte? Do të ishte kështu. Si? Që gjyqtarët e shkallës së parë dhe ata apelit GKK-s duhet të hetohen nga një trup e veçantë në prokurorinë e përgjithshme. E veçantë? Patjetër. Patjetër. Një. Po pse se bët? Se s'donin ta bënin. Do kjo është propozuar zoti Axhe? Po, dhe s'donin ta bënin. Po kush e do ta themi këtë se tani kur vjen politika. Po ta di atje e di që e kam atë kuraj. Jo, nuk kam ndyshim se mua më bëri shumë përshtypje. Kjo kaloi sikur se kapi njeri. Po ku t'ja kërkonte zoti Rama këtë kishte grupin parlamentar aty? Kjo kaloi sepse nuk e ata që e kuptuan ikën. Domethënë 2-3 veta që ishin, e lam e pam që ishte e kotë edhe. Kjo është e para. E dyta, kush e kontrollon SPAK-u nga pikpamja e procedurale, nga pikpamja e zbatimit të kompetencave të SPAK. Do thosh ti që e kontrollon gjykata nëpërmjet vendimeve të saj, nëpërmjet seancave paraprake etj. Po në rrugë vertikale, kush e kontrollon? Sipas traditës që kemi pasur tani. Po. Nuk vjen e keqja zoti Qafoku sa më shumë kontrolle të kesh. E keqja vjen kur s'ke kontrolle. Thash, sot është zoti Domani, nesër ikën vjen një tjetër. Jo, dhe zoti Domani nuk ndryhon dot te një dosje tjetër, zoti. Absolutisht. Po pra. Biles e di çfarë ndodh sot. Po. Prokurorët kjo është tash që janë në një terren që i ndan thika për të bërë të korruptuar. Sepse thotë unë s'kam kontroll në asnjë vend thotë. Edhe prokurori i jurisdiksionit të zakonshëm. Thotë unë jam i pavarur, e bëj unë si dua unë procesin. Heq dorë, ndryshoj akuzën. Ndan thika edhe një herë, ndan thika. Ndan thika këtë. Për të qenë korruptuar. Sepse kjo, po pra, më përqendrohet dhe më kuptoj këtë. Ky sistem që kemi nxjerr neve, që prokurori është i pavarur në çdo çështje, kërkon, e thash në fillim,
bazohet në njerëz perfekt.